Emisioni Personazhe në Fokus këtë të shtunë sjell një puntat të veçantë ndryshe nga herët e tjera. Këtë herë në qendër të vëmendjes nuk do të jenë 1 apo 2 personazhe, por vetë fëmijët e kopshteve të Bashkisë së Kuçovës. Në këtë episod marrin pjesë vogëlushët e kopshteve 1 Qershori, Havaleas, Perondi, si dhe kopshtet numër 1, 3 dhe 5, të cilët sjellin energjinë, pafajësinë dhe botën e tyre plot ngjyra në ekran. Pjesë e rëndësishme e kësaj puntate janë dhe edukatorët Valbona Deliu dhe Enertila Masati, të cilat ndajnë përvojën e tyre dhe përkushtimin në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Fokusi i kësaj puntate vjen pas një aktiviteti të zhvilluar një javë më parë në sheshin e parkut rekreativ në qendër të Bashkisë Kuçovë, ku fëmijët performuan të veshur si lulebor duke sjellë përmes kërcimit dhe koreografisë një mesazh të pastër mbi botën e tyre të bardhë dhe të sinqertë. Përmes tingujve të muzikës dhe lëvizjeve plot jetë, vogëlushët përcollën dashurinë e pastër dhe edukimin e marrë me përkushtim nga mësueset e tyre, duke i dhënë kësaj puntate një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Ndërkohë, edukatorët Deliu dhe Masati ishin pjesë e një bashkëbisedimi përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, ku ndanë më shumë rreth punës së tyre të përditshme dhe rolit të rëndësishëm në formimin e brezit të ri. Kjo puntate mbushur me muzikë, koreografi dhe emocione të veçanta nuk duhet humbur këtë të shtunë në ekranin e televizionit Apollon në orën 21. Qëndroni me personazhe në fokus, aty ku të vegjëlit do të sjellin dashurinë më të sinqertë pranverore mes gjelbërimit dhe zemrave prindërore. Ka përshtypsi? Jo, unë do të thosha që po të punosh me fëmijët japi më shumë kënaqësi se sa lodhje. Dhe po të shikojnë që ti lodhesh dhe ata fillojnë të duan të dalin mirë. Dhe ata duan të dalin të parët. Dhe ata thonë gjithmonë kur e bëra mirë, e bëra bukur, që kështu po punove faza.